Arvend Talavari thotë se nuk kanë diskutuar se kush do t'jetë lideri I parë I Vlenit. BDI pretendon se koalicioni në pushtet është duke kapur sistemin e drejtësisë. Vlen thekson se BDI-ja po shtiret si viktim. Në 5 vjetorin e anëtarësimit të Maqedonisë Veriut në NATO bëhet thirrje për më shumë investime në mbrojtje. Kryeministri I Kosovës Albin Kurti tha se pas dronëve Bayraktar, Kosova po planifikon të blejë helikopterët e njohur Black Hawk. Të nderuar shikues, përshëndetje. Atmosfera brenda koalicionit Vlen është e relaksuar. Këtë deklaroi njëri prej liderëve të koalicionit, Arvend Talavari, I cili është në qendër të debatit publik për mundësinë e prishjes së koalicionit të partive shqiptare në pushtet. Talavari ka folur edhe për ftesën për iftar nga kryeministri Albin Kurti dhe mundësinë që ai të pozicionohet si lideri I parë I Vlenit. Asgjë është diskutuar se kush është lideri I Vlenit, asgjë e kam menduar, deklaroi Talavari. Lideri I Aleancës për Shqiptarët Arvend Talavari I pyetur lidhur me deklaratën e kreut televizjes Besa Bilal Kasami se në zgjedhjet lokale ata si koalicion do të kandidojnë me lista të përbashkëta. Tha se në koalicionin Vlen atmosfera është e relaksuar dhe se janë në bisedime për të qartësuar të gjitha gjërat. Jemi duke negociuar, jemi në atmosferë të relaksuar brenda koalicionit, kështu që besoj dhe shpresoj se do gjejmë dy të përbashkët dhe do t'i zgjidhim të gjitha paqartësitë mes nesh. I pyetur lidhur me iftarin e sotëm të thirrur nga kryeministri I Kosovës Albin Kurti dhe sa do të pranonte Talavari pozitën lideri I Vlenit, po që se I ofrohej, tha se asgjë e ka menduar një gjë të tillë dhe se nuk është në interesat e tij. Sonte të gjithëve na ka thirrur zotëri Albin Kurti, kryeministri I Kosovës, për një iftar. Mes tjerash besoj se do të bisedojmë edhe tema politike, po asgjë është diskutuar kush është lideri I Vlenit ose thjesht asgjë e kam menduar, asgjë e kam llogarit, asgjë më intereson kjo punë. Kreu I lëvizjes Besa Bilal Kasami ditën e djeshme tha se nuk është e vërtet se Aleanca për Shqiptarët ka kërkuar që të ketë 40% të kandidatëve, por tha se propozimi I tyre ka qenë që të garojnë veçmas me lista për këshilltar. Ai tha se Aleanca për Shqiptarët ka mbetur të vendosë nëse do të shkojë veçmas apo bashkë me subjekte tjera të koalicionit. Ministri I Shëndetësisë Arvend Talavari njoftoi se 8 pacientë lënduar nga tragjedia në Koçan, të cilët po trajtohen në vend, sot pritet të lëshohen në mjekim shtëpiak dhe se gjendja e tyre është përmirësuar. Ai gjithashtu tha se dhe nga pacientët të cilët trajtohen jashtë vendit, 9 prej tyre sot do të kthehen në shtëpi. Sipas tij, në spitalet e vendit do të ngelin edhe 14 pacientë, ndërsa jashtë vendit 91 pacient. Momentalisht në klinikat e Shkupit janë të vendosur 22 pacient, në qendrën klinike 8, në spitalin e vjetër të qytetit 6, në 8 shtatori 5 dhe në klinikën private Sistina 3 pacient. Sot I lëshojmë në gjendje të përmirësuar dhe më të mirë 8 pacient, kështu që në Shkup në të gjitha spitalet do të mbeten vetëm 14 pacient. Lajmet mira edhe për pacientët të cilët mjekohen dhe shërohen jashtë vendit, mbeten vetëm 91 pacient jashtë vendit, sepse sot kthehen 9 pacient, 3 prej Hungarie, 2 prej Italie, 1 prej Athine, prej Greqie, 1 prej Beogradit dhe 1 prej Suedie. Koalicioni në pushtet është duke kapur sistemin e drejtësisë dhe kjo po dëshmohet me rastin e hetimeve në tragjedin Koçan. Këtë pretendime ka ngritur sot Bashkimi Demokratik për Integrim, duke theksuar se në zinxhirin e fajtorëve çuditërisht nuk përfshihet edhe ministri I Punëve të Brendshme Pançi Toshkovski. Ndërkohë Vleni thekson se BDI-ja pas 22 vitesh pushtet dhe shkatrimit sistemit drejtësisë sot përpiqet të luajë rolin e viktimës.
Bashkimi Demokratik për Integrim e akuzon kryeministrin Hristijan Mickoski se ka kapur plotësisht sistemin e drejtësisë, prokurorinë dhe gjyqësorin. Partia përmend tragjedinë në Koçan duke theksuar se në zinxhirin e fajtorëve, çuditërisht nuk përfshihet edhe ministri i punëve të brendshme Pançe Toshkovski, i cili 13 muaj para tragjedisë ishte në dieni për ekzistencën e një klubi nate ilegal që shkelte të gjitha standardet e mundshme të sigurisë. Nga BDI thonë se ky proces tashmë është shndërruar në një karikaturë të një hetimi ligjor, ku të gjithë janë fajtor, përveç nëse janë nga VMRO DPMNE. I bëjmë thirrje Komisionit Evropian të dërgojë menjëherë ekspert ligjor dhe të përfshihet drejt për drejt me një monitorim të përforcuar të këtij rasti, më pas me ekspertizën dhe gjetjet e saj do të ndihmojë Komisionin Parlamentar, i cili duhet të krijohet menjëherë në mbikëqyrje ndërkombëtare. Ndërkaq ka reaguar koalicioni i partive në pushtet vlen, nga ku ata thonë se BDI pas 22 vitesh pushtet dhe shkatërimit të sistemit të drejtësisë, sot përpiqet të luajë rolin e viktimës, duke kërkuar hetim vetëm për tragjedinë në Koçan. Por qytetarët nuk harrojnë kush e krijoi këtë sistem të kalpur, kush i mbronte kriminalet, kush i shndërroi gjykatat dhe prokurori në zyra private të partisë. Vlen nuk do të lejojë që e vërteta të manipulohet. Kërkojmë komision hetimor për të gjithë tragjeditë e viteve të fundit nga Llaskarsa, Spitali Modular, Besa Trans e deri te Koçani. Nuk do të lejojmë që BDI të vendosë se cilat viktima meritojnë drejtësi dhe cilat duhet të harrohen. Vlen do të vazhdojë të luftojë për drejtësi të vërtetë, jo për farzat politike të një partie që tashmë i përket të shkuarës, thuhet në reagimin e Vlenit. Shefi i delegacionit Bashkimit Evropian në Shkup, Mihalis Rokas, theksoi mbështetjen e fuqishme nga Bashkimi Evropian përmes masave konkrete financiare dhe strategjike, të cilat do të mundsojnë përshpejtimin e reformave, përmirësimin e kushteve socio-ekonomike dhe antarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Ministri për çështje europiane Orhan Murtezani tha se plani për rritje dhe reformat sjellin perspektivë konkrete europiane për qytetarët dhe ekonominë. Agenda reformuese nga plani për rritje nuk është zëvendësim për antarësim në BE, por është vegël me çka do të mbështeten përgatitjet e shtetit për antarësim në BE. Këtë e theksoi ambasadori i BE-s Mihalis Rokas, referuar 750.4 milion eurove nga Fondi për Reforma dhe Rritje të Ballkanit Perëndimor për periudhën 2024-2027. The growth plan reform agenda should result in... Realizimi i agjendës reformuese nga plani për rritje duhet të rezultojë me një fitore të trethisht, rritja e integrimit, gjëra të kafshme për qytetarët dhe në mënyrë plotësuese, resurse plus në buxhetin e shtetit, me çka do të mbështeten reformat kyçe. Rezultatet do të vlerësohen 2 herë në vit dhe mjetet do të lirohen në pajtim me oraret e gjysmëvjetorëve dhe si do të jenë qëllimet, ashtu do të bëhen edhe pagesat drejt buxheteve nacionale. Ambasadori potencoi se këto janë plotësimi i asaj që veç ekziston për agjendën reformuese dhe agjenda për RMV-n është 750.4 milion euro, krahas atyre të programeve IPA që e kalojnë shifrën e 500 milion eurove për grante për financim. Përfitimet e këtij plani, ministri për çështje europiane Orhan Murtezani tha se do t'i ndjejnë edhe qytetarët. Përmes këtij plani, qytetarët do të munden qartë t'i dallojnë rezultatet dhe efektet konkrete të reformave, nga përmirësimi i mjedisit biznesor dhe hapja e vendeve të reja të punës, deri te konkurenca më e madhe ekonomike dhe përforcimi i institucioneve demokratike. Në këtë mënyrë, plani jo vetëm që do të rrisë vizibilitetin e aktiviteteve të cilat i realizojmë me ndihmën e Bashkimit Evropian, por gjithashtu do të përforcojë besimin e qytetarëve në procesin reformues dhe të ardhmen evropiane të shtetit tonë. Ambasadori Rokas uroi vendin që ishte i pari nga shtetet e Ballkanit Perëndimor që nënshkroi marrëveshjen për mjetet të cilat janë për planin e rritjes dhe uroi gjithashtu për, siç e quajti ai, agjendën e mirë reformuese. Sot po shënohet 5 vjetori antarësimit Maqedonisë së Veriut në NATO. Komandanti i komandës së përpashkët të forcave aleate në Napoli, admirali Stuart Munch, theksoi se Maqedonia e Veriut e filloi rrugën e saj drejt antarësimit në NATO 30 vjet më parë dhe ka treguar vendosmëri dhe përkushtim për reforma. Presidenti Gordana Cilanovska-Davkova deklaroi se pavarësisht se është paqedashëse, bota ndodhet në periudhën ndoshta më kritike që nga lufta e ftohtë dhe për këtë ajo porositi se shteti duhet të investojë në mbrojtje.
Presidentja dhe komandantja supreme e armatës Gordana Siljanovska-Davkova në shënimin e 5 vjetorit të antarësimit të vendit në NATO i bëri thirrje shtetit që të investojë më shumë në mbrojtje, veçanërisht në teknologji dhe armët e avancuara, në nhijen e kërcënimeve globale të sigurisë, duke përfshirë sulmet hibride dhe kibernetike. Presidentja theksoi se ndodhemi në periudhën ndoshta më kritike gjeopolitike pas luftës së ftohtë dhe kërcënimet e sigurisë imponojnë nevojën e investimeve më të mëdha në mbrojtje, përfshirë edhe teknologjitë përparuese. Si shtet duhet të investojmë në mbrojtjen dhe sigurinë e Maqedonisë. Do të vazhdojmë të kontribuojmë për paqen përmes pjesëmarrjes në misionet paqësore të udhëhequra nga NATO dhe OKB. Do të harmonizohemi me standardet e NATO-s dhe me politikën e përbashkët të mbrojtjes dhe sigurisë së BE-s. Investimi ynë në aleancë është njëkohësisht investim edhe në armatën tonë. Ministri i Mbrojtjes Vlado Misajlovski, duke folur për tragjedinë e Koçanit me Sjerash, bëri thirrje për unifikim mes qytetarëve dhe ndërtimin e një shoqërie të zhvilluar. Ai theksoi se NATO nuk është vetëm një aleancë ushtarako-politike dhe një organizatë që mbron kufijtë e jashtëm të shteteve anëtare të saj, por edhe një aleancë që pavarësisht nga të gjitha pikpamjet e ndryshme për një mori temash, ka një thelb të përbashkët, kujdesin për njëri tjetrin. Kjo është vlera më e madhe në aleancë, shtylla që na mban të drejtë edhe në momentet më të vështira të jetës njerëzore. Kjo është forca jonë kolektive. I falenderoj secilin prej tyre nga thellësia e zemrës dhe u them, unë dhe qytetarët Maqedonas nuk do të harrojmë kurrë mbështetjen e tyre. Komandanti i Komandës së Përbashkët të Forcave Aleate në Napoli, admirali Stuart Manch, kujtoi se Maqedonia e filloi rrugën e saj drejt antarësimit në NATO 30 vjet më parë dhe ka treguar vendosmëri dhe përkushtim për reforma, ka tejkaluar pengesat dhe është nisur drejt transformimit. Ky rajon dhe bota jonë do të vazhdojë të përballet me sfida komplekse, të shkaktuara nga tensionet në rritje dhe ndikimi i atyre që kërkojnë të minojnë vlerat dhe mënyrën tonë të jetesës. Së bashku rreth të dy vendet e NATO-s do të mbeten të bashkuara për sfidat, sepse ne e dimë se mbrojtja e paqes është jetike. Paqja është mënyra më e mirë për të siguruar paqen dhe stabilitetin afatgjatë. Paqja është baza e përparimit dhe prosperitetit për të gjithë. Kujtojmë se më 27 mars të vitit 2020 Maqedonia e Veriut u bë anëtare 30 e NATO-s. Antarësimit në këtë aleancë i kishte paraprit ndryshimi i emrit të shtetit për shkak të kontestit me Greqinë, e cila për vite me radhë kishte bllokuar integrimin atlantik të vendit. Është ngritur sot aktakuza ndaj të akuzuarit Vasil Jovanov, i cili më 29 janar goditi me vetur të ndjerën Frosina Kulakova. Prokuroria Themelore Publike Shkupe ka cilësuar rastin si vepër shumë të rëndë kundër sigurisë në komunikacion, e cila parashikon dënim maksimal deri në 20 vjet burg. Prokuroria Themelore Publike Shkup, pas procedurave hetimore të kryera, ka ngritur aktakuzë ndaj të akuzuarit Vasil Jovanov, i cili më 29 janar goditi me vetur të ndjerën Frosina Kulakova. Ka njoftuar nga Prokuroria Themelore Publike. Nga atje thonë se brenda 2 muajve nga ngjarja tragjike, prokurori publik kompetent ka mbledhur të gjitha provat dhe ekspertizat që tregojnë se i pandehuri ka kryer këtë vepër shumë të rëndë kundër sigurisë në komunikacion, e cila parashikon dënim maksimal deri në 20 vjet burg. Sipas dëshmive, më 29 janar 15 minuta para mesnate, i pandehuri pa pasur as leje drejtimi drejtonte automjetin e pasagjerëve Peugeot 207 në pronësi të babait të tij. Ai nuk respektoi rregulloret dhe në këtë mënyrë me vetdije vuri në rrezik jetën e njerëzve. Makinën e ka drejtuar nën efektin e alkoolit, pra me përmbajtje alkooli në gjak 0.80 promil, por edhe me shpejtësi 91 km/h, që është gati 2 fishi shpejtësisë e lejuar. Ata sqarojnë se i akuzuari pasi ka arritur në një vendkalim të shënuar për këmbësor në kryqëzimi në mes të bulevardit Aradhat Partizane dhe rrugës 29 nëntori. Ka vazhduar lëvizjen përmes semaforit të kuq që sinjalizonte ndalim kalimi dhe me pjesën e përparme të majtë të mjeti që drejtonte, ka goditur trupin e këmbësores Frosina Kulakova, e cila ka qenë duke kaluar semaforin e gjelbërt në vendkalimin e shënuar për këmbësor.
Nga forca e goditjes e dëmtuara është hedhur në ajër dhe ka goditur semaforin e vendosur në vendkalimin e këmbësorëve, duke marrë lëndime të rënda nga të cilat kanë ndërruar jetën në vendngjarje. Nga prokuroria thonë se në rastin konkret ka rrethana që justifikojnë frikën nga rreziku i aratisjes dhe frikën e bazuar se ai do të përsërisë krimin. Po ashtu duke marrë parasysh moshën e të pandehurit, seriozitetin dhe peshën e veprës penale dhe fakte të tjera. Prokurori publik vlerësoi se ende ekzistojnë bazat ligjore për caktimin e paraburgimit të pandehurit dhe kërkoi që gjykata të vazhdojë masën e paraburgimit. Thuhet në njoftimin e prokurorisë. Është shpallur konkursi për financimin e projekteve për zhvillimin e industrive kreative. Ministri Kulturës dhe Turizmit Zoran Dutkov tha se konkursi është një nga hapat për siguruar zhvillim qëndrueshëm të industrive kreative dhe fondet do drejton në projekte për krijimin ose përmirësimin e aktiviteteve kulturore të rëndësishme për komunitetin dhe pasurimin e skenës kulturore lokale përmes zgjidhjeve inovative dhe kreative. Ai rikujtoi se në periudhën nga viti 2013 deri në vitin 2017, Ministria e Kulturës ka shpallur 5 konkurse vjetore për financimin e projekteve në fushën e industrive kreative, gjatë cilave janë mbështetur financiarisht rreth 270 projekte. Është më themi lajmet, krerë shtetëror të Kosovës kanë vlerësuar avancimin e ushtrisë duke synuar plotësimin e kapaciteteve të plota sipas standardeve të NATO-s. Ata kanë përmendur blerjen e dronëve Bayraktar, marrëveshjen me kompaninë turke për hapjen e fabrikës së prodhimit të municionit dhe gjithashtu edhe përpjekjet për të blerë helikopterët amerikan Black Hawk. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se mbështetja e qeverisë do të jetë e padiskutueshme ndaj forcës së sigurisë së Kosovës dhe se Kosova së shpejti do të ketë edhe helikopterët Black Hawk. Kurti gjatë fjalës së tij në ceremoninë e certifikimit të 344 rekrutëve të FSK-s tha se gjatë mandatit 4 vjeçar kanë dyfishuar numrin e ushtarëve të rinj, si dhe kanë investuar në armatim luftarak. Kurti tha se kanë vendosur themelin e industrisë së mbrojtjes me fabrikën për prodhimin e municionit Made in Kosova, e të gjitha këto sipas standardeve të vendeve të NATO-s. Muaji mars nis me epopenë e UÇK-s dhe përmbyllet me ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë. Me 5, 6 dhe 7 mars, qëndresa heroike e familjes Jashari dhe lufta çlirimtare e udhëhequr nga kryekomandante Adem Jashari shënon kthes historike për popullin ton në rrugtimin drejt lirisë. U dëshmua që kulla është më e fortë se regjimi. Dashuria për atë dheun është më e fuqishme se gjenocidi i Serbisë dhe se liria është më e shtrejtë se jeta. Në nështrimi e dorëzimi nuk ishin opsion, prandaj fitoria ishte rezultati. Edhe presidenti Vjosa Osmani tha se FSK-ja po marshon përpara dhe është gjithnjë më shumë e mirë pajisur. Është një përkushtim ndaj sigurisë dhe një garanci për paqen. Sot është një ditë e veçantë për ju dhe për gjithë Republikën e Kosovës. Sot 344 djemë e vajza i bashkohen radhëve të FSK-s, duke u bërë kështu pjesë e një misioni të shenjtë, mbrojtjes së atdheut të tyre, garantimit të sigurisë dhe mbështetjes së paqes në vendin ton e përtejti. Të dashur ushtar, ju keni kaluar një rrugtim plot sfida, disiplinë dhe përkushtim. Me këtë certifikim ju nuk mbani vetëm një titull, por mbi të gjitha një përgjegjësi të madhe për të ruajtur vlerat dhe dinjitetin e shtetit tonë. Osmani u tha rekrutëve të FSK-s se janë pasardhës të denjë të UÇK-s, të cilët sakrifikuan gjithçka për atdheun në momentet historike të vendit.
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan zhvilloi bisedë telefonike me homologun rus Vladimir Putin, ku ka thënë se bashkëpunimi midis Turqisë dhe Rusisë ka rëndësi thelbësore për zgjidhjen e çështjeve rajonale, njoftoi drejtoria e komunikimeve e presidencës Turqisë. Erdogan ka deklaruar se Turqia po e ndjek me kujdes procesin për t'i dhënë fund luftës mes Rusisë dhe Ukrainës dhe është e gatshme të ofrojë çdo mbështetje për negociatat e paqes, përfshirë edhe mikpritjen e tyre në Turqi. Se përket Sirisë, Erdogan ka theksuar se Turqia konsideron të rëndësishëm bashkëpunimin me Rusinë për të arritur një paqe dhe stabilitet qëndrueshëm. Ndërkohë Kremlini ka njoftuar se të dy liderët diskutuan situatën në Siri, ku theksuan rëndësinë e garantimit të unitetit, sovranitetit dhe integritetit territorial të vendit. Po mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve, të nderuar shikues, për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëjtje deri atëherë.